Zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku u paraqit pas ditën e kësaj të premte në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në cilësinë e së pandeurës, ku ju komunikua akuza për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Hetimi lidhet me tenderin e tunelit të Llogaras, një segment rrugor 5.99 km në seksionin Oriku-Mimar të autostradës S8 Vlorë-Sarand, që i kushtoi buxhetit të shtetit mbi 18.9 miliard lek ose mbi 190 milion euro. Sipas njoftimit të SPAK, procedimi ndaj Ballukut është regjistruar këtë vit dhe është bashkuar me hetimet të vitit të kaluar, ku fakti penal që i vjet në ngarkim lidhet me procedurën e prokurimit të tunelit të Llogaras, e zhvilluar fillimisht më 11 dhjetor 2020 dhe e rihapur më 22 qershor 2021 me fond limit prej 18.967 miliard lekësh pa të vëshë. Në tenderin fillestar, kompania shqiptare Gjoka Konstruksion kishte paraqitur ofertën më të ulët, rreth 140 milion euro, por tenderi u anulua pa shpjegim. Pas rjapjes së procedurës, në garë morën pjesë 4 grupe kompanish. Sipas Open Data Albania, kjo procedurë u vlerësua me flamur të kuq për rrezik të mundshëm korrupsioni, pasi Ministria e Infrastrukturës në drejtimin e Ballukut skualifikoi të gjithë pjesëmarrësit përveç konsorciumit turk, të cilët u shpallën fitues me një ofertë prej 17 miliard lekësh, rreth 200 milion euro me të vëshë. Fakti që disa kompani të tjera kishin ofertë rreth 15.8 miliard lekësh, pra 12 milion euro më pak se oferta fituese, ka ngritur dyshime për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve. Lidhja me Arben Ahmetajn del në pa nga momenti kur në qershor 2021 Balluku vizitoi Ankaran e Turqisë bashkë me Ahmetajn dhe kryeministrin Rama, muaj që korrespondon me rihapjen e tenderit për tunelin. Sipas hetimeve paraprake, anulimi i parë dhe rihapja e procedurës duket si një manovër për t'i hapur rrugë një kompanie të caktuar turke. Balluku, e cila ju bashkua kabinetit të Ramës në 2019 dhe kontrollon portofoli më të madh qeveritar për mbi 5 vitesh, është zëvendës kryeministrja e dytë e Ramës, që po përballet me SPAK pas Arben Ahmetajt. Në dalje nga SPAK, pas rreth 50 minutash shndrimi, Balluku bëri një deklaratë të shkurtër. Në respekt të plot të organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënien dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Hetimi ka nisur nga dosja i shkreut të ARRSH-s, Evis Berberi, tashmë dërguar për gjykim. SPAK dyshohet ketë zbuluar biseda në 4 celular të sekuestruar të Berberit që lidhnin Ballukun dhe disa bashkëpunëtorë të saj me tenderin. Ndërkohë, SPAK ka thirrur dhe kreun aktual të ARRSH-s, Gentian Gjyli, që pritet të paraqitet të hënën në orën 9:30. Përfaqësuese ligjore e Ballukut është motra e saj, Pamela Qirko.